i shëmtuar, antiligjor, antikushtetues, ishte reagimi i narkoqeverisë, i organizatës kriminale me në krye Edi Ramën, ndaj protestuesve paqësor, të tmerruar nga urtia dhe qëndrueshmëria e protestuesve. Edi Rama kishte përgatit skenarin e gjakderdhjes, kishte përgatit ekzekutimin e protestuesve paqësor në shesh. Për këtë qëllim ai kishte vënë në krye në komandë në krye të banditëve me uniformë. Kriminelin famzi Sokol Bishga, njeriu që dorëzoi tek bandat oficerin e policisë Gjergj Mehmeti që ndodhej në makinë me te. Dhe ky shpëtoi kurse atë dogjen të gjallë banditët. Në rrugën Sarand Gjirokastër. Gjergj Mehmeti u tradhtua nga një pabes që meriton të gjitha dënimet për tradhtinë e tij. Dhe ky kriminal është sot në pozitat më të larta në policinë e Edi Ramës.